sigurisë. Qeriqi, si po e shihni, sepse gara për në këto zgjedhje të jashtëzakonshme po bëhet më e fortë marr parasysh edhe kundërshtarin që tashmë e keni hapur përballë juve gjendet, e kam fjalën përballë lëvizjes vendosje gjendet Vjosa Osmani, e cila duket se ka marrë seriozisht qysh në mënyrën se si po e zhvillon fushatën e saj. Ju garoni nën llogën e lëvizjes vendosje. Çka prisni, si do të shkojë kjo fushat, cili do të jetë roli juaj, cili është disponimi i qytetarëve? Dhe realisht apo duket më ndryshe nga hera e kaluar? Mu nuk po më duket fushata që po bën Lidha Demokratike më ndryshe, po më duket një kopje e keqe që po mundohet me bën fushatën që e ka bën Albin Kurti. Edhe tash nëse mundohesh me kush po thoni se po kopjon? Osmani apo Abdi Xhiku? Po tash po duket që prurja e re në LDK e ka dhënë si ide se e ka pa nga afër fushatën mënyrën se si ka bën kryeministri Kurti. Edhe unë po besoj që qytetari sheh këto dhe sheh që janë emitime, besë me thonë, emitime të lata, që me këto emitime nuk ecet përpara. Do të më ballafaqu me programe, me koncepte. Ato që po folin për fushën e sigurisë pak po të tjera, edhe të mirëqenia, edhe të do. Ne kemi investu shumë në fushën e sigurisë, se kemi që pas siguri nuk ka zhvillim. Qeriqi, ndjes se po të ndërpres, sepse më pas edhe nuk bën sens nëse e kalojmë si temë. Osmani po thoni se po e kopjon mënyrën se si ka bërë fushat Kurti. Deri më tani ne po shohim një fushat të Osmanit me sulme ndaj Kurtit. Ai bie që edhe Kurti ka bërë fushat duke sulmuar të tjerët? Unë nuk e thash në aspektin e sulmeve, e thash në aspektin e veprimeve në terren. Okej. Në terren. Kur po del në terren, edhe po del para, po vjen një plak ato, i thet, desu ti ka one, kur vi one, ti mi thut dy fjalë, vjen i ri, ma ban një pyetje, e këto, ju e dini që kryeministri Kurti, këto sane kanë pas efekt, se kanë qenë natyrale, edhe kanë qenë gjëra ad hoc që kanë ndodhur. Nuk, veç me marrë mi krahasu, e shet dallimin. Shihet dallimi edhe në mimik, edhe në veprim, edhe në gjest. E qartë, unë vetëm desha ta të shëronin me qënë se... Video dhe gjitha që përbëjmë Vjosa Osmani janë të organizuara, të mirë menduara, ndërka që të Kurtit kanë qenë natyrale dhe aty për aty që kanë ndodhur, pa organizuar më herët. Unë besoj që qytetari i shet gjërat me detaje edhe i vlerëson sakt cila qysh është. E qartë. Me qenë se tashmë po i afrohemi fushatës, zotri Qeriqi, sigurisht përshikuesit mundeni me tregu edhe numrin me cilën gjendeni ju në listë, po ashtu edhe se cila është arsyeja dhe ka do t'i ofroni qytetarëve në rast se futeni në Kuvendin e Kosovës? Unë isha pjesë e Kuvendit Kosovës në mandatën legjislaturës të 10. Pas pensionimit tim nga FSK-ja, bashkangjita e lëvizjeve të vendosje, pse u bashkangjita është kauza, pikërisht ajo që unë e pasha dhe e preka investimet që ishin në fushën e sigurisë. Njerë që ofrohen politik do të me pas kauz. Nuk shkohet në parti politike majtas e djatas, aty ku e ke interesin personal, rrin një kohë, masanej vazhdon në stadin tjetër, edhe len deren qelë nëse më jepet mundësia prapë më kthyen në kthene, po nëse e marr pozitën. Pozita edhe interesat personale duhet të jenë të mbi, nuk mund të jenë mbi interesat kombëtare dhe rëndësinë që jep njeri për vendin edhe për shtetin. Unë po mendoj që me edukimin tim që kam bërë kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në shkollat e NATO-s, me përvojën time që kam pasur në diplomaci, po besoj që më me dha shumë edhe ato që e kam pas edhe synim edhe në këtë kohë, sa ishim pjesë e Parlamentit Kosovës në legjislaturën e fushës sigurisë dhe të inteligjencës, po edhe të diplomacisë ushtarake, po edhe diplomacisë dhe pjesëve të tjera. Besoj që është investu shumë në ne, edhe ne kemi obligim me kthy investimin, edhe po besoj që me vetëvendosjen, me punë të mira që e nis, qoftë në aspektin e sigurisë edhe të begatisë, do të rrugtojmë së bashku për të mirën e vendit. Me këtë rast, unë kam numrin e njëjtë që kam pas herën e kaluar, numri im është 52 me lëvizjen vetëvendosje. Me qenë se jemi edhe pak ditë para përfundimit të fazës së regjistrimit të mërgjimtarëve, ju bëj thirrje të gjithë mërgjimtarëve të bëjnë regjistrimin këto ditë që kanë met, edhe të jenë pjesë e vendimarrjes dhe pjesë e fitores së madhe që ne vetëm ishte në 2 zgjedhjet e fundit, mirë po me blokada, me sabotime, na dërguam prapë zgjedhje, nuk i deshtëm, po me qenë se po dojmë zgjedhje dhe zgjidhje do jodhem. Faleminderit shumë që ishit pjesë e mesditës sot dhe në këto minuta të rezervuara munduam të diskutojmë disa prej pikave kyçe me zhvillimet e fundit. Faleminderit. Faleminderit shumë.